Ke të drejtën të marrësh kura. Nëse gjeni i semëre ose keni nevoje për ndihme mjekësore, mund të merrni trashëtim edhe nëse nuk keni dokumente. Askush nuk mund të ju denoncojë në polici. Mjafton të kërkoni një kod STP, i cili lëshohet nga ASL, Autoriteti Shëndetësor Lokal, ose spitaler. Me këtë kod, keni të drejtë për trajtim urgjent të thelbësor nga shërbimi shëndetësor rajonal. Mund të kontaktoni pa hezitim ASL nëni me të afert. Nëse keni gjë legje këndrimi, duhet të regjistroheni në shërbimin kombëtar të shëndetësisë prane. ASLC, Autoritetit Shëndetësor Lokal, të komunes ku jetoni, ashtu siç tregohet në legjen tuaj. Sillni legjen tuaj të këndrimit ose aplikimin ose pranimin e rinovimit të kodin tuaj shtatimor. Kur të regjistroheni, mund të zgjidhni mjekun tuaj të përgjithshëm, të pediatër për fëmijët tuaj. Do të keni akses falas në konsultime, ilaçe, testa, shtrim në spital dhe certifikata për shkolle dhe pune. Do të merrni një kartë shëndetësore. Mbagjeni gjithmonë me veti. Një shërbim urgjence është i disponueshëm në tende ditëve të festave publike. Per disa vizita dhe ekzaminime specialistike, mund të kërkohet të paguani një kontribut të kuashtur bileti. Disa persona, si ata me sëmundje kronike ose të rënda, nuk duhet të paguajni. Vizitat dhe ekzaminimet mund të rezervohen vetëm me kërkesë të mjekut tuaj të përgjithshëm ose pediatrit. Ju mund të rezervoni në sportelet e kup të ASL Bari, duke telefonuar në numrin pa pagësi, online, përmes aplikacionit, Pulja Saluti ose në një farmaci. Nëse nuk mund të parakiteni në takimin tuaj, mos harroni të anulloni të paktën 48 ore përpara. Ki është një gest përgjegjësie ndaj të qereve. Medikamentet përshkruhen nga një mjek dhe blihen në farmaci. Në çdo zone, ka gjithmonë një farmaci të hapur natën të ditëve të festave zyrtare. Farmacitë gjithmonë tregojnë se cila është në detyre. Disa medikamente janë falas, të qere kërkojnë pagjëse për reseti, ndërsa të qere duhet të paguhen të ploti. Në rast emergjensë ose rreziku për jetën, telefononi menjëherë 112. I thoni operatorit emrin tuaj, arsyen e telefonatës dhe adresën tuaj. Alternativisht, mund të shkoni direkt në urgjencën me të afert. Pasi të mbërrini, do të ju caktohet një kod prioriteti bazuar në ashpërsinë e situatës. Nuk keni nevoje për legje këndrimi për të hire në urgjenci. Nëse jeni shtatseni, keni të drejtë për kushdes mjekësor në Itali. Mund të merrni mbështetje që gjatë shtatsenise, lindjes dhe pas lindjes. Mund të merrni informacion dhe kontraceptive falas në klinikat e planifikimit familjar. Ndërprerja e shtatsenise është një e drejtë. Është falas dhe kryhet në spitalet publike në përputhje me ligjin. Gjithashtu është e mundur lindja anonime, me asistencë të plotë mjekësore. Vaksinimet janë thelbësore për fëmijën tuaj dhe garantohen për të gjithë, edhe pa legje këndrimi. Mund të kontaktoni pa hezitim klinikën tuaj me të afert shëndetësore ose Autoritetin Shëndetësor Lokal, ASL. Dënanda i grave është një shkelje serioze e të drejtave të njerëzit. Ajo përfshin të gjitha format e dënes fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike. Dëne është të kërcënohesh, të kontrolloheni, të rriheni, të ngacmoheni, të detyroheni në marrëdhënie seksuale, në punë të detyruar ose në prostitucion. Dëne është gjithashtu të marrësh dike me mashtrim ose me force, të vuani mutilim ose të detyroheni të merrni vendime kundër vullnetit tuaj. Nëse keni përjetuar dëne, telefononi linjen kombëtare të ndihmës kundër dënes në 152, e cila është falas. Që gjithashtu mund të kontaktoni qendrat lokale kundër dënes. Që keni të drejtë të kërkoni ndihmë dhe ligji ju mbron. Mund të ndiheni të trishtuar, të vetmuar ose të hutuar. Kjo është e zakonshme, veçanërisht kur jetoni larg nga shtëpia ose në një vend të ri.
Nëse ndiheni kështu, digjeni që nuk gjeni vetëm të se ka shërbimi falas në dispozicion për të ju ndihmuar. Mund të kontaktoni shërbimet e shëndetit mendor të Autoritetit Shëndetësor Lokal, ASL, në komunen ku jetoni, siç gjane kendrat e shëndetit mendor, kendrat e këshillimit ose pikat e informimit për migrantet. Në Bari, gjane gjithashtu të disponueshme shërbimet sociale dhe numrat e urgjensës 24 oreshe. Të kërkosh ndihme është e rëndësishme, mbështetja është e drejta juaj. Shtëpia duhet të jetë një vend i sigurt, veçanërisht për fëmijët. Keni kujdes me rrëmen elektrike. Mos lini pagjishjet të ndezura ose pambikëqyrjet dhe e mbani prizat të kablot larg fëmijëve. Shmangni objektet e mprehta dhe reduktoni rrezikun e rrezimeve. Nëse përdorni ngrohese me gaz, agjrosni shpesh domat të mos i përdorni kur rreni domat e gjumit. Në kuzhinë, mos lini tenkshere të nxehta brenda arriqës së fëmijëve dhe mos gatuani në domat e gjumit. Kontrolloni gjithmonë datat e skadencës së ushqimit. Mbani detergjentet dhe ilaçet larg arriqës së fëmijëve në enet e tyre origjinale.